Dy çanta Hermes të padeklaruara në vlerë mbi 16.000 euro janë ndaluar në Vërmicë nga dogana e Kosovës. Zyrtarët doganor në pikën kufitare të Vërmicës, në vijim të kontrolleve të rregullta për luftimin e kontrabandës dhe shkeljeve doganore, kanë ndaluar një automjet taksi në të cilin u zbuluan dy çanta luksoze të markës Hermes që nuk ishin deklaruar gjatë hyrjes në territorin e Republikës së Kosovës. Gjatë kontrollit të detajuar fizik të mjetit, oficerët doganor konstatuan se në bagazhin e automjetit ndodheshin dy çanta të markës së njohur franceze Hermes e shoqëruar me faturë blerje në vlerë prej 16.614 euro. Për shkak të mosdeklarimit të mallrave, të cilat konsiderohen si artikuj të luksit me vlerë të lartë tregtare, dogana ka proceduar me ndalimin e përkohshëm të çantave derisa të përfundojnë procedurat përkatëse ligjore dhe të qartësohet nëse ka vend për veprime administrative apo ndjekje penale. Sipas legjislacionit doganor të Kosovës, çdo person që kalon kufirin me mallra që të i kalojnë vlerën e lejuar për përjashtim nga taksat, zakonisht 175 euro për udhëtar, duhet t'i deklarojnë ato dhe t'i nënshtrojnë procedurave të zakonshme për pagesën e detyrimeve doganore. Në rast të mosdeklarimit, mallrat mund të konfiskohen dhe ndaj personit përgjegjës mund të merren masa.